Një nga fenomenet e tjera që Shqipëria ka vujtur më shumë është edhe ligji 7501 për cilin Sali Berisha ka theksuar se ka qenë një nga gabimet e tij më të mëdha politike. Pse u bë ky ligj dhe çfarë kërkonte Berisha të arrinte përmes këtij ligji? Jo, nuk është e vërtetë. Sali Berisha është i pa fytyrë kur gënjen. Edhe pse gënjen Sali Berisha, a nuk e ke ti që the nuk do se risjellin prap latifondistët? A nuk e gjeti në mbështetje 7501-shit? A nuk më the personalisht që po të revokoja ligjin 7501 do humbisja elektoratin? A nuk e gjeti, zotri? Po të them ti shikosh, të shikojnë se men të tu dhe unë drejtojmë ballë për ballë dhe të kam thënë, hajde të diskutojmë këto gjëra. Ke apo s'ke përgjegjësi? Jo, zotri, është marrë urdhër nga Beogradi ligji 7501 sartuar atje. Është ligji antikombëtar shqiptar për të përdhënë shqiptar, për të ikur nga Shqipëria, për të shpronësuar, për të kthyer në muhaxhir, në kështu, mirë them, se përdora një fjalë të vjetër, në emigrant në vendin e tyre. Dhe praktikisht ne jemi padve, se atë dhe u shprona është toka. Ditë për ditë po merren toka me hipotekë. Dhe prapë po e them punojësve të hipotekës. Jini ju punojës të hipotekës kriminalët kryesorë të cilët nëpërmjet të cilëve merren pronat. Sepse ju i bëni ta shkruajturat mbi vendosje, nga erdhën mbi vendosjet, more njerëz të pa fytyrë, more palaço. Që keni zënë ato zyra atje në të urdhëruara të vendosur nga krye palaçoa Edi Rama. Jeni ju dhe do përgjigjeni, ta dini se i dim kush jeni dhe ku jeni. U dim, ju njohëm, populli ju njeh. Jo më kotë, zoti gazetar, Edi Rama bllokoi kontaktin e qytetarëve shqiptar me hipotekat. Jo më kotë, e bëri me qëllim që t'i gatuaj gjithçka siç po i gatuan atje në fshetë të Si, se kriminalët dhe bishat punojnë gjithnjë në errësirë, nuk punojnë në dritë. Dhe qytetarët shqiptar s'kan ku të vend të ankohen për të kërkuar qoftë edhe një vendosje çatije. Pra është direkt Partia e Punës së Shqipërisë nëpërmjet e mishëruar, e ringjallur, e ripjell nga Edi Rama në marrëveshje me Sali Berishopoulos, mikun e ngushtë të Belerit dhe të Krisia Avgjis të Mavis greke, për të shkatëruar Shqipërinë. Këta janë në unison me njëri tjetrin. Pse Berisha nuk u tërhoq kur ju kërkua që të ndryshonte ligjin 7501, por vijoi ende me atë ligj? Sepse kishte marrë urdhër të mos rrihte atë, se po të ikte atë ligj, pastaj ata që e kanë emëruar dhe e vun aty i hiqnin kokën, ai e di mirë atë punë. Ai me atë nuk mund të dilte kundër patronëve të tij në Beograd. As në Athinë, sepse dhe minoritarët grek, ai i bëri vendas këtu dhe del përfaqësuesi Omones dhe thotë ne jemi 2000 vjeçar aty thotë. Si është e mundur që Shqipëria përfundoi në atë situatë sa i përket skemave piramidale dhe më pas vitit të mbrapsht 1997? Gjithçka është ideuar nga njerëzit dhe nga spionët e agjenturave të huaja për të shkatëruar dhe për të grabitur popullin shqiptar. Mos shkoni më tutje. Bëni një investigim. Ku vajten parat e firmave piramidale? Se leku shqiptar është këtu, si monedë fizike, është këtu. Ku bate? Kush e mori? Kush i hapi këto shoqëri sigurimi që kanë marrë parat e vepës, të gjallicës, të dreqit me të birit? U bën shoqëri sigurimesh. Ku i gjetën parat këto shoqërit e sigurimeve? Këto si gale, stërgale, ku duhen çka nxjerr. Janë parat e firmave piramidale, janë parat e popullit, janë parat e atyre që u avodhën, që u agrabitën, që i mashtruan. Edhe pse ata kanë përgjegjësi personale që i çuan parat atij, për hir të së vërtetës, kushdo që kishte parat në bank nuk i humbi. I humbën këta që i jepni një dhoni të merrni 3. Kaq idiot, të hapësh jetë marrësh 3. Të gënjej sudja, të mastroj sudja. Ka vend rrie? Kush sudja? Një cigane.
Sa dorë kanë shërbimet e huaja në këtë rast dhe sa ishte roli i Sali Berishës dhe njerëzve të tij në skemat piramidale, por edhe në ngjarjet tragjike të vitit 1997? 100%. 100%. Shërbimet e huaja dhe Sali Berisha brenda. Absolutisht po. Tani dalin për telakrorit, se nuk e dim. Unë kam vajtur dhe e kam thënë Sali Berishës, nxirr popullin në rrugë, i kam thënë. Pa e ditur që Sali Berisha që vetë ai që talle me shqiptarët dhe e kishte në program për t'i tallur shqiptarët edhe për t'i bërë xhiro në bulevard. I mirë i sillnin që nga Saranda, Gjirokastra, Tepelena, Vlora, Korça, Përmeti, dhe kur ktheshin u jepte një pilaf të Pilolala në Rogozhin. O zotri, është tallur me demokratët. Dhe ata demokratë budallë ben akoma pasi. Dhe të vjen, ta mbështesin, dakor. Pse nuk u kthyen të gjitha parat e firmave piramidale ku shqiptarët i futën ato pas vitit 1997, 98 më pas? Pse i morën vetë pushtetarët? Ka që thjesht, u hapën shoqëri sigurimi. Shkoni shikoni me ku vajtën para TVF-s. Ka që thjesht. Shkoni pyesni Farudin Arapi. Pyesni Farudin, se i di mirë ai. I di mirë fare ai. Jo janë këtu parat. U avohë dhën, u agrabitën me pushtet, me karrike. Ja, këta janë gangsterët e Partisë Punës. Këta janë. Kjo është zbatimi në praktikë i orientimit dhe i urdhrit që dha ai kriminali tjetër, ai Turimiu, Ramiz Alia, që tha pushtetin Shqipërinë e kemi ndërtuar neve, tha dhe do ta gëzojmë neve. Ja, këtu materializua. Merë shikoj, më gjej një nga pronarët e shoqërive të sigurimit, që sigurojnë makinat e tjera, që të mos ketë qenë lidhur me Partinë e Punës. Më gjeni një vetëm. Asnjë. Janë të tërë bashkëpunëtor ose komunistë të Partisë Punës. Them asnjë, po e theksoj, asnjë. Si është e mundur që Berisha u largua në vitin 1997 me armë dhe më pas në vitin 2005 u rikthye me votë dhe sot kërkon të rikthehet sërish në pushtet për të bërë kryeministër në zgjedhjet e 11 majit? Qoftë kur u largua iku me urdhrin e atyre që sollën në pushtet, qoftë kur u kthyen po ata. Ju e dini që pushteti në Shqipëri është ndërruar gjithmonë poshtë tavolinës, nuk është ndërruar me vota. Asnjëherë si janë bërë vota të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Asnjëherë. As nga Salihu, as nga Fatosi, as nga Ramizi, as nga Edrama, asnjë zgjedhjet të shquajtura zgjedhje janë bërë zgjidhje poshtë tavolinës. Prandaj janë ata që kanë mbështetur dhe ata që po e mbajnë akoma. Sali Berisha duhet vej se s'bën t'ja llogari dhe të hetohet për këto që tash unë. Jo shumë, mos e vrisim më shumë, vetëm këto.